Okej, mirë, vazhdojmë bisedën dhe këtu në studio, na është bashkuar Firal Badizdari nga Partia Demokratike. Mirëmëngjes, të dashur. Trafik sot, është ditë me shi, kështu që të mirë kuptojmë shumë mirë. Atëherë ne kemi ftuar ndërkohë bisedën, po marrim pak edhe përshtypjen e dy të ftuarëve, por donim edhe përvojën tënde të angazhimit në politikë, ti tani angazhuar dhe në fushatën që Partia Demokratike po bën në Tiranë, ke garuar në primare, pra po hyn drejt rrugës së politikës tani më. Si angazhuar ti politikisht dhe aq më tepër pse zgjodhe pikërisht Partinë Demokratike për të vazhduar këtë pasion tënde në politikë? Unë kam qenë antare e Partisë Demokratike që në fillimet e mia, po themi që në gjimnaz, kam qenë pjesë e strukturave, nuk është se hyra sot. Sot tashmë jam në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, jam pjesë e fushatës Tiranës për majin e 2025-s, po, kam qenë pjesë e primareve, pa diskutim, u bëra pjesë, mendoj që sfidat ne na rrisin, nuk na çojnë një hap mbrapa. Jam futur në politikë me idenë që jo për t'i kritikuar nga jashtë, por nëse do të bësh një ndryshim, mund t'jesh një zë brenda politikës. Pra unë si e re, si vajzë, si studente aso kohë dhe si grua tashmë, mendoj që zërin tim e them më mirë brenda saj se sa duke folur jashtë. Kështu që kam vendosur t'jem nga ata të rinj që të rinë në Shqipëri, mos lëviz, edhe mendoj që duhet përballemi me sfidat, jo që të largohemi, siç po bëjnë të rinjt sot, por nuk besoj që është pjesë vetëm e të rinjve që largohen sot, nuk gjejnë mundësi, nuk gjejnë shpresë, nuk gjejnë mundësi punësimi, gjitha këto që duhet i bëj politika dhe që nuk po i bën tashmë e shumë vita. Ferbe, ne po diskutonim pak më herët edhe me Dritanin për çështjen e të përfshirit akoma dhe më shumë të rinjve në partitë politike. Pra, jo vetëm në periudhën e fushatave zgjedhore, por se si mund ta kemi zërin e të rinjve gjatë gjithë kohës, pra paralel me atë të drejtuesve të këtyre forcave politike. Sa e vështirë është që ti jesh aktiv edhe pas 11 majit dhe në të njëjtën kohë sa shumë dëgjohet zëri i të rinjve dhe se mund të dëgjohet, okay, po sa merret për bazë dhe sa vlerësohet. Shpeshherë nuk dëgjohet, kjo është e vërtetë, ta themi me zë. Nuk është turp të thuash të vërtetën, shpeshherë nuk dëgjohen të rinjt, edhe në parti politike sigurisht ka momente që të rinjt të ndjehen të pavlerësuar, kështu që vendosin që të ikin, edhe prandaj ndodhe dhe ky emigrimi masiv ose gjëra që kanë ndodhur. Unë si e re, për shembull, po flas nga eksperienca ime, duke qenë se jam një mentalitet i ri, por aty kam gjetur dhe njerëz me mentalitet më tjetër, më të ngurtë. Ne kemi ide të reja, vizione të reja, ata kanë qasjen e tyre dhe shpeshherë ka dy medalje. Shpeshherë jam ndjerë pa dëgjuar, edhe pa vlerësuar, pa diskutim, por nga ana tjetër me këmbguljen time, më kanë dëgjuar, e kanë parë që me ide të pastra, me pastërti, jo për të, unë nuk kam shkuar aty për të përmbysur sistemin, apo për të përmbysur idetë e tyre, por për të kontribuar. Kështu që nëse ne nuk keshim dorë dhe vazhdojmë me vizionin ton, ata do të na dëgjojnë dhe kur ke ide dhe vizion të pastër, edhe ato janë të hapur për bashkëpunim. Kështu që ka qenë e vështirë për të rinjt, mendoj që është akoma e vështirë, sepse shpesh herë përdoren edhe si kartë rinore, pra japim një mikrofon edhe hajde dalim edhe këta janë me ne, por mund ta e them gjithmonë që nuk kemi shkuar për të përmbysur idetë e tyre, por për të kontribuar për një vizion, për ta bërë partinë politike më të mirë se sa ajo është sot. Po sa për ta pastaj kaluar dhe tek ftuarit e tjerë bisedën, sa e vështirë është brenda Partisë Demokratike një vajzë apo një djalë i ri të mendojë të ngrej karrierën e tij politike dhe duke patur parasysh që gjej këto hapësira dhe duke patur parasysh gjithmonë që në krye të Partisë Demokratike është një kryetar i cili ka qenë në krijimin e saj me një kontribut shumë të gjatë, natyrisht një lider historik me vlera të pamohshme për këtë forcë politike, por që të lë përshtypjen sikur pak hapësira i lihen pastaj figurave të reja që të ngrejnë kokë, të krijojnë personalitetin e tyre. Ti e ke ndjerë për shembull këtë gjë? Unë e kam ndjerë, por jo nga lideri i Partisë Demokratike. Unë ndaj gjithmonë vlerësim për të, për periudhën që ai ka kaluar në pjesën ka qenë një periudhë e vështirë për të kaluar edhe tranzicionin pra nga një sistem autokratik në një sistem ku janë liritë ekonomike, liritë e personit në thelb të gjës. Kështu që për mua unë kam vlerësim për të. Por ka edhe njerëz të tjerë, pa diskutim partitë politike, që e bëjnë më të vështirë edhe aderimin tim, edhe si vajzë e re, edhe për të ngritur zërin tim, pa diskutim që ka patur, por kanë qenë sfiduese, ka qenë sa sfiduese gjithë kjo, po themi,
mos pranim, nuk është se vjen mos pranimi që kaq direkt dhe kaq është mos besimi që ti je një vajzë e re, po vendimet nuk i merr vetë dhe këto gjëra, por ka qenë sfiduese dhe për mua që të arrij edhe të dëgjojmë edhe sot jam këshill kombëtar dhe pjesë e fushatës së Partisë Demokratike për 11 majin, është besoj që ja kam dalë në ato pritshmëritë që un kam patur për veten.